po bën 4 vite që kur Kosova është pa kryeprokuror të shtetit dhe tash aktualisht jemi në fazën kur reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës sipas përbërjes së re është jetësuar dhe nevojitet vetëm edhe një anëtar që të zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, megjithatë ka quorum të mjaftueshëm për të funksionuar. Që nga koha, që nga tetori viti 2023 kur presidenti i Republikës së Kosovës e ka kthyer vendimin në Këshillin Prokurorial të Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës në mungesë totale të përgjegjësisë nuk e ka zhvilluar përsëri konkursin, nuk e ka bërë përsëri shpalljen një konkursi të ri për kryeprokuror të shtetit në mënyrë që të zgjedhet një kryeprokuror që del një emër që del nga një proces i rregullt, meritor dhe transparent siç nuk ishte ndodhur në procesin e parë. Dhe tash do të thotë përgjatë gjithë kësaj periudhe ka pasur një papërgjegjësi totale nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës duke mos e zhvilluar procesin e ri për kryeprokurorët të shtetit. Për këtë arsye si efekt i jetësimit të reformës së re në Këshillin Prokurorial të Kosovës, Instituti i Kosovës për Drejtësi i ka rekomanduar Këshillit Prokurorial të Kosovës që ndër veprimet e para të saj duhet të jetë shpallja e një konkursi të ri për kryeprokurorët të shtetit dhe zhvillimi i një procesi transparent, të barabartë dhe meritor për këtë pozitë në mënyrë që emri i ri i kryeprokurorit të shtetit të mos dalë nga një proces me integritet të kontestuar. Tash, nëse e shohim për nga kompetencat të cilat i ka, edhe ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit formalisht i ka të gjitha kompetencat të cilat i ka edhe kryeprokurori i shtetit. Megjithatë, nuk është vizionin se si e sheh prokurorin e shtetit si institucion, nuk mund ta zhvilloj një ushtrues i detyrës. Këtë duhet ta zhvilloj një person që mban pozitën e rregullt të kryeprokurorit të shtetit që ka një mandat të caktuar dhe për të cilin mandat ai ka dhe vizionin e tij se si do ta zhvilloj dhe si e sheh prokurorin e shtetit brenda mandatit të tij. Për këtë arsye definitivisht se në këtë kuptim nuk mund të themi se jemi të mjaftueshëm nëse kemi ushtrues të detyrës dhe nuk e kemi kryeprokurorin e shtetit të zgjedhur. Megjithatë, përkundër kësaj, më e rëndësishme se gjithçka tjetër është që emri i ri i kryeprokurorit të shtetit të dalë nga një proces që nuk ka integritet të kontestuar, mirë po që garanton meritokraci, transparencë dhe trajtim të barabartë të gjithë kandidatëve.